Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkrimin e datës 24 maj të 2025-s. Duket se është një ditë me favorizime dhe ndryshime të mëdha që ka të bëjnë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Dhe është një mundësi e ardhë për ata që janë në kërkim të një vendimi që do të merret, sepse pikërisht kjo ditë duket se ka të bëjnë shumë me një takim që bën dielli në një kënd trekëndësh me Plutonin, një kënd që referohet nevojës dhe ndikimit pozitiv të punës. Kjo do të thotë gjithashtu disa gjëra që kanë dalë jashtë kontrollit rregullohen, megjithatë nëse përpiqemi të shikojmë të vëmë gjërat në vijë, është kohë shumë e mirë. Ndikojnë pozitivisht shenjat që kanë të bëjnë shumë me punën dhe karrierën dhe bisedimet e rëndësishme, sepse si ditë shtunë është dita ku gjërat marrin një hovë tjetër, ndikim shumë të mirë, që do të thotë binjakët, peshorët, ujori të 10 ditë të parë ose ata që kanë shenja ascendente planete në këto shenja dhe gjithashtu ndryshime që mund t'jepen. Por kjo nuk është se ka një gjë që nuk shkon, por është dhe një moment shumë i mirë. Kur është koha më përshtatshme, sepse ndikimet planetare që kanë të bëjnë në fusha të ndryshme, që është pikërisht kjo ditë, do të thotë nga ora 9 deri në orën 13, nëse keni mundësi për të bërë zgjidhjen e duhur në këto fusha dhe është koha juaj më e mirë.